Po qik, kur ju më kanë, kena kena punu nara, kena punu në përfush, me gjan, me ljop, dhen. Kena punu që shto, nanu si kena nimu, babë si kena nimu, kom pas vlazni, 6 vlazni, 4 motra. Nga fshati Tanushi Macedonis, Zyria Idrizi kishte ardhur nuse në Buzovik të vitis, e derisa ishte vajzë e re, ajo thot se në familjen e saj ishin marrë me bujqësi. Kur kishte mbushur 19 vjeç, doja e saj ishte bërë mësit për të, duke e martuar kështu në Kosovë, por në të kaluarën ishte e vështirë të shkoje shpesh tek familja, e kjo gjë e kishte mërzitur Zyrien. Mirë, baba jema morën me bujqësi. Po I kena pas shumë mirë, akon do ma qeni fort, baba, shumë. To na mo ish kon kismet, më fejun këto, fejun për gjallë hasretit. Kur ku marrë këto nuse, ku marrën 19 vjetë, me mësit. Kish qunë baba I burit mësit, dajen teme kish qunë mësit, edhe ish kon kismet të bo. E në kretë 6 mujë e morrën. Po, qish jo, mori qish jo, moj atëhera ka nuk u pash me kur. Tera ditë që ku marru në burin se ku pasë më ka po. Po mirë, elhamdulillah pi Zotit, mirë, kena ka përcy mirë. Kena e vlad, po, kana gjegje ditë grave, me shuqe, me tamandarsëm. Kana ardhë Allah 200 kroqe, 200 u pane, kana ardhë më marë. Po, se gjallë hasreti, burë jem. Shumë. Hem ishtë dhe ka do të modhe, hem darës bon. Kur kishte ardhur në fillim nuse, Zyria thot se gjendja ekonomike në familjen e burrit ishte e vështirë, por me kalimin e viteve ajo u përmirësua. Sipas saj, në të kaluarën nuset kishin për detyrë të kujdesishin për familjen, gjë që e kishte bërë edhe ajo, ku kujdesi për të gjitha punët e shtëpisë. Zoti asaj kishte folur 9 fëmijë, mirë po 3 nga ta I kishin vdekur. Vallaj, këta ishin kon ma lisht, se të baba. Po tona përparum. Na fali Allah edhe thmi, I kam 6 gjem, 3 qika, I kam të martu me krejt. Ketë kanë thmi, grati kam 5 reja, edhe një kam pa martu, edhe një gjallë, kam pa martu. Aja është në Gjermani, krejt I kum ditën. Shumë kum punua, one shumë kum punua. Po valla po të kalzoj drejt burri vetëm, I kum një mu burri cukur vla. I kum një mu. Vjerën I ke pas? Po, I kum pas edhe vjerën, I kum pas kunata, 5 kunata. Janë kanën. A dal ke kra? Po. E vjera? Qish jo, si re hasreti moj moshin para durve. Edhe më kanë dish shumë, edhe I kum dish shumë. Atëherë s'kena ditë, cukur që taj që po di. Jam prish be motrë se telefonat I prishën. Telefonat motra, as ka që ta shti njerëzi, as ka muhabet, as ka kur gjo. Atëherë më në orë dikush u tranojshmi. Vallaj mas darke, në uqojshmi mas darke, banjshmi me hangër e me pi. Se atë s'ka pas që taj, sukur po ka që taj. Atëherë s'ka pas. Që është ta motra, kum hek me thmi në vajgjël. Nuk ka pak mi rrit. 9 thmi I kum rrit. 3 kanë dek. Vallaj, po, Allah I dojke I marke. Allah I dojke I falke, Allah I marke. Po, o mërzita pe I kishna këtë qirtë për para, se I kam gjemt për para të raqikat. Zyria flet edhe për harmoninë e madhe që e kishin në të kaluarën, që sipas saj tash ka filluar të humbë. Ajo kujton edhe dosmat që bëheshin e që sipas saj kanë qenë shumë të mira se sot, ndërsa rrallë ka ndodhur që të ketë ndarje mes çifteve siç po ndodh tash. Vallaj be motër ma mirë atëherë. Unë I ku marrë ejat. Ketë ejat I kanë morë gjemë, vallaj veç ku mi kanë prunë në I nonët që jena martu. Veç të madhën e ka me darsëm. Qirat veç këna bo ditë grave, na I kanë bo me qasia për hajrë, kanë orë vetë, na I kanë bo për hajrë. Ma mirë be motër, kishe bile kujna mi thonë që shie, e që tahi kujna I thu që shia, kujna I thu e që shtoa, kur qish heq. Ati për martohen, ati për shfejohen, ati s'po di që sh'a po bajnë.
Valloj, hem gjemt, hem qikat. Kush ma shumë? Po s'pe di bash mirë, po valloj edhe qikat po be motër se foli me ka 5-6. E djemt? Po edhe gjemt ashtu, edhe që mi gjemt ma mirë. Jo, u bon viran. Valla be motër merë mas shumë të mi bodars mat na barë. Mas shumë të jam e gjekt, mi bodars mat na barë. Gjemt i kam shqyqerpi zotit. Kanë me martu në gjem, kanë me martu qika. Po na barë i kena bon. Në atë dhe darsmës e mleshme kejt gjinën. Hangshin pishin na barë, moti i mirë kur eshke. E u knaqshin, shkojshin, u bajshin gati, shkojshin e marshin nusën. Qëra herë me kuali kena morë, qëta i pimori me kejre. Valla bëllë shiret. Ajo ka 5 nuse të cilat e nderojnë dhe kanë respekt të madh për të, ndërsa flet edhe për rastet kur nuset kërkojnë ndarjen nga familja e burrit, teksa për këtë fajson vjerrat. Mirëpo ndarjen mes djemve e kishte përjetuar edhe vet, teksa thot se ajo kishte mërzitur shumë. Vallahi, apo do drejt më të kallëzue. Pasha që të shpyrë që nashta së më zërë sahoti. Për reja që i kam 5 une. 5 i kam. E me një që taj kumecë më kanë donë që një mujë gjolli madhë. O, zoti madhë dashamirëve qëtë javë. O, zoti madhë dashamirëve shka i kam fare fës qëtë javë rejat e minja. Po dhe qishtë ti kish gjem, ti ki reja, doj mutër. Elhamdulillah, elhamdulillah, me nipa, me mesa, wallah, bila, më nerujt, sukur me konën, pali shka. Shumë! Se unë e kalëzoj drejt, se di me dhonë lak. Po i motër i valloj, po drejt, po të thamë, vjerat na i kanë fajet. Pse? Të di pse, se folin, përzihën, sot nuk po do kërkosh me ju përzi. Ato kujtojnë sukur këtë një herë që kanë hek vetë me hek edhe ratë e sotët, përse ja për mu zoti kërkojna me hek sukur atëherë. Atëherë kena predru me sakicë, kena mushuj me kofe, sot qka një mire ka, në bi. Oj motre, po dikush po hen punë, dikush s'pedi se bashkë mirë. Po s'dojnë me najtë me vjerri për shumë. O po s'dojnë i motre me nejtë ma mirë vetë, po kanë qef. Atë mijat nësë jam odhëm ka nejtë 27 vjetë me mu. E madhja mu ka doën që 3 Po muj. mërzite kur i dojtë e djemt? Po ty bistik fostra, këlla së kur më pas dalë për gjithë muën për shpije. Qatë që mërzit shumë. Shumë, po shqyqeri s'pe do më mërzit heqë. Se shqyqeri më ka po gjithë njeri. Se 24 vjetë që kam shqyqeri. Bolë këshirin, po s'mujnë së po ma hekin. 2 nga djemtë e saj kanë emigruar në Perëndim, e kjo po e mërzit së tepërmi. Mirë po nuk po mungojnë as vizitat e saj të djalin në Gjermani. Por mërzin zgjuria e heq me mysafirët që i vinë për vizit, teksa thot se vizitat janë ralluar në krahasimet e kaluara. Po, e kam dvoglin, 24 vjetë i ka, e kam Gjermani. A i shkon që shtonë valla 3 muj, se pasosh në kohë Macedonisë. Qysh që jarë puna djallit me shkuja? Po, edhe që më pasoshin, e një dashamirë me gjallin e madhë, janë konë shok, e në redimës, e murë. A u mërzite? Po, hala mërzit në sërë, të shkon, mërzit në shumë. Edhe gjallin e 5, a im ka shku me thmije me ketë, ka shkuën që 1 muj. Pse? Në Itali a im ka shku. Pse? A i a boni letra thmijëve edhe i murë, thmijën, ka me qpija thotë. Bile dhe venin, beli vallohi, po kom për të. 5 gjeme që i kësko hetë, që ka morë me grue, me... A ju mërzit farta? Fort ju mërzit, fort për mërzit na. Kur pjarë shëjsin shpijes, beli ola trupi për më shanë. Se veç a ketë në do këtë ketë janë nona, ketë mërzite, nona veç a ketë se s'po punoj e motër, kur gjos muj me punu të na. Pasha Allahi nuk ka nalë këso kak, sukur me konë kroqi. Për ditë, halo na vinë. Halo, elhamdulillah, na vinë. Halo, na vinë, na marot qefi, zgajlohen gratë kur, nuk më shtohemi kur, që erdi kush e më ngushtu diçka, ja, kur. Po, apo, pidu krejt, po te modhja as njësën jenë.
Që ta e kam të voglën, shase ku martu alo gjallën e vogël, ashtë e vërbanit. Kjo si thmin e vetë, më këshirë, më nëron, më pastron, si thmin e vetë. Halo parë. Jo, ashtë e artë, i ka 3 qika një gjallë, me qëta ta i kumë me qëton. Po shkoj dhe gjallë një madhë, se bashkë halo, këna bli shpinë klokat, të na i ka shkua gje, na këna me të këto. Po bashkë punën e kena halo bashkë, me gjallin e madhë. Edhe me të voglin që janë Gjermani, 3 vllazni janë halo bashkë, 3 mu kanë do krejt. Alloj më utër, unë për veti, kam qef, kejt dashamirve mjafqit Allah i rejat, sukurt minjat edhe gjemt. Gjemt mas pori, tëna dhe rejat. Edhe familjës krejtve, ka kam dashamir, e ka kam që një hedi, Allah i afqit krejtve si s'men e me. Për mirë, e për marë, më këshirim dojnë, i du. A kanë qef me a këshirë dikush nonën edhe babër e familjen? Qashtë edhe ato do të mi këshirë familjen e burit. Qishti nërësh, qishti këshirësh? Po dhe po këto i kam pun të veta, po nuk banë më do, se qati po fejun, qati po shfejun, vëlloj keq. Keq, as për di nona, as për di baba, ato po martohen. Keq, i kishna lutë, moni se dalash gabim, po duhet me avit ment, se jena bo ma zi se qera shtete. Ma zi jena bo. Qështo? Rinijës i thomë, mos me dalë për Kosovës, mos me shuvenin e vetë, mos me lonë nonat vetë, veç me një babja veç vetë. Moni se ka Allah, po këshirin e motër për 1 dinar.